A keni ftofte që ju? A jemi gati? Ju faleminderit për interesin e madh që keni treguar për këtë takim konsultativ timin me nënkryetaret e partisë. Ishte takim i parë pas rezultatit të fundit zgjedhor, në të cilën trajtuam të gjitha çështjet e brendshme politike dhe të ardhmen që na pret në ditët në vijim. Siç ju kam njoftuar në mbrëmjen e datës 28 dhjetor të vitit 2025, edhe sonte njoftoj se në konsultim me bashkëpunëtorët e LDK-s, me nënkryetaret e partisë, sekretarët, kemi vendosur që të thrasim fillimisht kryesinë e LDK-s, e më pas kryesisë të thrasim dhe kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Po ashtu, secili njeri brenda LDK-s ka të drejtën e garantuar që deri atëherë në kuvend të shtrojë dhe kandidaturën individuale për krijuën e LDK-s. LDK-ja është unike, është e bashkuar, i shtron çështjet me konsultime të tilla, do t'i formalizojë dhe tutje në organat partijake. Ky është takim jo formal i kryetarit të LDK-s me bashkëpunëtorët e vet. Takimi vetëm formal i LDK-s është ai kryesisë, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Pas takimit kryesisë ndodh kuvendi, janë çështje të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do trajtohen brenda LDK-s dhe organeve tona partijake. Në qoftë se kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atëherë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi, besoj edhe kohës, edhe antarësisë, edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë, por kjo është çështje e kuvendit të LDK-s, kjo çështje imja. Unë si kryetari i LDK-s kam obligim që të shtroj para antarësisë së LDK-s, para kuvendit të LDK-s këtë dorëheqje që të hapi rrugë edhe për të tjerë që dëshirojnë të shtrojnë një platformë tjetër. Gjithsesi, çdo vendim që e marrim bashkërisht brenda një shtëpie, gjithë jemi bashkë, gjithë kemi një mision të përbashkët politik dhe kemi obligime të mëdha institucionale që na paraprin me LDK. Në njëherë është vendimi i kuvendit të LDK-s, i cili thirrë shpejt dhe organizohet së shpejti me kohë. A jeni të interesuar? Jo, s'shenkan. Jo, shiqani. Janë në diskutime të brendshme, jo, nuk kishte interesime, por kanë drejt. Secili prej tyre. Secili prej tyre ka drejt dhe vetëm, secili antar i LDK-s ka të drejtë të parashtrojë një çështje të tillë dhe të marrë besimin në antarësisë së LDK-s. Natyrisht që këto kandidatura mund të shtrohen në ditët në vijim, nëse ka një çështje të tillë, por fillimisht le të organizojmë kuvendin e LDK-s, le trajtohet dorëheqja ime, e më pas dhe çështje tjera. Fillimisht kryesia e LDK-s, më pas kryesia bën organizimin e kuvendit. Shiqoni. Ende nuk kemi ardhur në atë pikë, kemi diskutuar, bisedojmë për çështje me rëndësi vitale për Republikën e Kosovës. Ajo që themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n, me LDK-n duhet bisedoj edhe për çështjen e presidentit. Po nëse dikush mendon të imponoj kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës dhe ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi. Ne kemi 15 vota. Ato që janë, nëse dikush dëshiron t'i ketë, duhet bisedoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kur ulet flas me LDK-n, do të flas për një kandidat që i përfaqëson interesat e popullit të Kosovës, jo vetëm interesat e një partie politike. Presidenti Osmani ka shprehur gatishmëri për një mandat tjetër 5 vjeçor kryet vendin, jeni të gatshëm që besoj që shumë individ do të shprehin gatishmëri për një pozitë aq fisnike të madhe, por kush e merr unitetin edhe kush e përfaqëson 80 voçin e Parlamentit të Kosovës, kjo mbetet shihet brenda diskutimeve partive politike. Por njerë duhet tulemi ne partitë politike dhe ta bëjmë këtë adresim jo bazë të individit, akomodimit të individit në pozitë, po në bazë të një pozite që kërkon konsensus 80 voç. Pra nuk është galja Kosovës ku është cili individ ku. Galja Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti domosdoshëm dhe kush e siguron 80 vota të ardhshme. Pavarësisht Kosovës, zgjedhjet e treja. Besoj që mendon dikush që duhet të shkojnë zgjedhjet e treja. Besoj që ka plot kandidat konsensual. Keni ndonjë propozim ndonjë? Do të vijmë edhe aty një herë. Na lejoni ta mbajmë kryesinë e LDK-s, kuvendin e LDK-s, e më pas dhe çështjen e tjera institucionale të kemi. Ndoshta s'ka nevojë dikush për votat e LDK-s fare. Nëse ka, LDK-ja ka adresë,
ka dhe do të ketë zot shtëpie, po ashtu mund të flasim për çështje me rëndësi, jemi të hapur për stabilitet institucional, jo për asnjë krizë tjetër politike në Republikën e Kosovës. Nëse ka nevojë dikush për 15 vota të LDK-s, por nëse s'ka, është krejt legjitime në qëndrimin politik e bëjmë qartë, por për këtë qëndrim do të flas fillimisht me deputetët e zgjedhur të LDK-s, me kryesinë e LDK-s. Fati mirë është që po e mbajmë edhe një kuvend LDK-s, edhe kuvendi mundet me vendos aty, edhe me dhënë drejtim çështjeve bazike, po ka kohë për këtë çështje, i lutem, na jepni kohë të adresojmë çështjet me interes partijak para se të kemi këtu me interes publik. Që është herët, po cili është ndrimi i LDK-s karshi marrëveshjeve ndërkombëtare, tu e ditë që rrezikojmë shumë fonde. Siç ka qenë tash e 36 vite në historinë e re parlamentare që nga shpallja e pavarësisë, LDK-ja në çdo rast ka votuar marrëveshje ndërkombëtare. Që është kjo pyetje? Kur është rasti kur LDK-s ka votuar ndonjë marrëveshje ndërkombëtare përkundrazi, qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, LDK-ja i ka shtyr, i ka promovuar, i ka votuar marrëveshje ndërkombëtare. Përveç një rasti, aty këtu kur s'kemi pas bindje, ka qenë një kredi ndërkombëtare për skemë sociale. Atëherë është çështje politike, po përndryshe s'është temë. Faleminderit shumë, punë të marrë.